në muajt e fundit, në bashkinë e Kamzës me vendim të Këshillit Bashkiak, është rritur çmimi i biletës së transportit publik me 10 lek, një vendim i pa drejt në qasjen tonë, i pa konsultuar as pak me banorët, i pa justifikuar, çka dëshmohet edhe nga 2000 firmat që kemi mbledhur në fare pak ditë për një peticion për ta kundërshtuar këtë nisëm, pra duhet bazohem tek ligji për vetëqeverisjen vendore për t'i bërë thirrje prefektit të qarkut Tiranë, që të kontrollojë ligjshmërinë e vendimit të Këshillit Bashkiak të Kamzës, pasi ka dyshime të arsyeshme të publikuara edhe në media se ka një konflikt interesi mes disa prej këshilltarëve që kanë votuar pro rritjes së çmimit të biletës dhe kompanisë që operon autobusët. Dhe nëse kjo gjë konstatohet, të kërkoj pezullimin dhe dërgimin për rishqyrtim të këtij vendimi. Në lidhje me çështjen, sigurisht unë do t'i drejtohem zyrtarisht edhe Agjencisë së Prokurimit Publik, Kontrollit të Shtetit dhe Autoritetit të Konkurrencës. Për më tepër, qeveria duhet të rregullojë tarifat e transportit publik, duke vendosur një tavan maksimal për çmimet, si dhe subvencionimin e biletës për kategoritë e studentëve dhe të pensionistëve, sigurisht shoqëruar me një audit të pavarur për koston reale të transportit publik.